bukuria natyrale është bukuri primitive. Nëse nisemi te bukuria natyrale, atëherë duhet na me dalë me kanixhesa siç kishin dalë njerëz e parë, domethënë. Nuk ka bukuri natyrale. Bukuria qëndron në kujdesin ndaj vetit në kuptimin që të bërit ndërhyrje estetike, të marrurit me sport, ushqimit të mirë, leximit dhe gjitha këto. Domethënë, unë kreç kam i bëj thirrje të rive dhe edhe përgjithësi edhe moshave të mesme më shumë, sepse aty fillojnë komplekset mandej kur fillojnë disa rrudha, disa kështu, që fatmirësisht shkenca ka përparu, kemi mjek shumë të mirë, edhe le të shkojnë dhe të bëjnë ndërhyrje. Ndërhyrje ta ndryshojnë jetën, ndërhyrjet estetike ta ndryshojnë jetën, kuptimin që ti kur del para pasqyrës e ke vetbesimin shumë atë madh nëse ke ndërhyrje të cilat e kanë pak a shumë e kanë ndryshuar pamjen tonë. Gjithmonë duhet me pas parasysh, kujdesi ndaj vetit nuk është vetëm ndërhyrja estetike, është pjesë e saj. Nuk e di nëse kish me qenë një mesazh i mirë për të rit sot apo jo kësrën, sepse nuk e di a do të jesh një mesazh i mirë ky për të rit sot, sa më shumë ndërhyrje, sepse kur kujdesesh për vetin, kujdesesh edhe për tjetrin. Kur të rritet vetbesimi ty, je njeri më i mirë, je për shoqërinë më i mirë. Patjetër, po mundesh me qenë i mirë edhe natyral, ashtu siç je, nuk është nëse je i kënaqur me vetë, kush është i kënaqur me veten dhe t'ja gra. Patjetër, po këtë po e them. Problem se edhe ata që janë të kënaqur janë shumë të bukur, prapë kërkojnë më bukur që ato që gjykojnë vajzat e reja, që gjykojnë, që bëjnë buzë, çka ka lidhje i pëlqejnë që ashtu, duhet nuk jemi na me gjyku tjetrin çka bukur për tjetrin për trupin e vet çka s'është.